vetë më ta. Një aksident rrugor është regjistruar mbrëmjen e djeshme në qytetin e Shkodrës në rrugën Europa, ku dy të rinj të cilët po udhëtonin me motor janë përplasur nga një automjet, drejtuesi të cilit ende nuk është identifikuar. Si pasojë e përplasjes është dëmtuar drejtuesi i motomjetit shtetasi KSH 20 vjeç, i cili u transportua menjëherë në Spitalin Rajonal të Shkodrës për të marrë ndihmën e nevojshme mjekësore. Fatmirësisht dy të rinjt ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Sipas të dhënave paraprake nga policia, drejtuesi i automjetit që shkaktoi aksidentin është larguar menjëherë nga vendi i ngjarjes. Drejtuesi i mjetit nuk është identifikuar ende. Policia e Shkodrës ka nisur menjëherë hetimet për identifikimin e automjetit dhe të drejtuesit të tij, si dhe zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit.